Shkodrës mbushë plot, të rinjtë dhe të reja, banorë të ardhur nga fshatrat përreth, Sokalat, Krotin, Ollambres, Bistrovic, si dhe nga ura vajgurore, Berati e tjera. Gjithashtu marrin pjesë në zënët shkollas fëmijë, janë përfaqësues nga 3 brezet që këndojnë dhe hedhin valle. Ndërsa të rinjtë dhe të reja kërcejnë dhe hedhin valle në këtë festë organizuar nga kryetaria e Bashkisë Dimal Juliana Memaj, e cila takohet dhe uron pjesëmarrësit. Fëmijët i vendosin verore dhe më pas kryetaria e bashkisë i bashkohet atmosferës festive të ditës verës. Pasi shumë pjesë të tij nuk janë zbuluar ende. Një vajzë e re përshëndet pjesëmarrësit në këtë festë të bukur tradicionale në qytetin antik të Dimalit. Si pasojë e rritjes së vegjetacionit. Kryetaria e Bashkisë Juliana Memaj përshëndet pjesëmarrësit në këtë festë të bukur tradicionale të ditës verës. Dimalit, por më lejoni që me një duartërpitje të madhe për të merituar të ftojmë kryetarin e Bashkisë tonë, zënjën Juliana Memaj. Faleminderit gjithëve, gëzuar nga zemra festën e verës. Në fakt, ne jemi këtu, mbirrën oja dhe një qytetërinë shumë të lashtë, në 200 vjet para erës sonë, vitën të cilin ky qytetërim që ndodhet nën këmbët tona ka pasur kulmin e zhvillimit vet. Në fakt, edhe ne si përfaqësues të një pushteti vendor të Republikës Shqipërisë duam që t'i kthejmë shkëlqimin e dikushëm këtij sajti. Në fakt, në disa prej përpjekjeve tona për ta rikthyer dhe ta rialzuar Dimalin, një pjesë e mirë e tyre lidhen me infrastrukturë, si me aksesin në rrugë edhe me ujin e pishëm, që ne kemi bërë të mundur që në 2 fshatra në cilët kufizohet ky sajt të aksesohet edhe kemi ujin e pishëm sot, por nuk kemi mjaftuar vetëm këtë, falë në studimit fiziologjik të bërë për zonën, edhe për zhvillimin dhe rialzimin e këtij sajti, kemi arritur të hartojmë 2 projekte shumë të rëndësishme, atë për muzeun e artefakteve dhe atë për bërjen e aksesueshëm dhe të dukshëm të amfiteatrit që ndodhet në nëntokën e Dimalit. Patjetër që këtu ka pafund aset të çmuar në nëntokë, por këto do jenë 2 fillimet tona për ta bërë të vizitueshëm këtë sajt, jo vetëm prej banorëve ashtu siç ne ndodhemi këtu sot, dhe unë ju falenderoj nga zemra për prezencën që keni këtu sot, sepse në fund të fundit kjo prezencë, kjo festë që ne kemi filluar të promovojmë këto vitet e fundit këtu në Dimal, tregon prezencën tonë, tregon edhe një herë që ne jemi të dukshëm, jemi vizibël dhe ne kemi pasur në këto vite. Unë jam e bindur që ne gjithë së bashku do të bëjmë më të mirën, për ta bërë Bashkinë Dimal me emrin që ajo meriton, me emrin që vjen prej lashtësisë dhe tregon edhe një herë që ne kemi bërë pamundur për promovimin e trashëgimisë kulturore dhe do të vijojmë ta bëjmë këtë çdo ditë. Faleminderit nga zemra dhe një herë gëzuar festën e verës, e paqim verë dhe pranverë tërkohëson. Bujari, shëndet dhe begati në familjet tona. Shumë faleminderit. E tani një valle do ta heq se për valle kam shumë qejf. Yeah.
e në tonë e gëdëm me la vere, të shkon të kënda pa mor, të dëgjëra furia verje, të angësë me shoqe të tua, e në tonë e gëdëm me la vere, të shkon të kënda pa mua. Hajde figur! Mos i gjetë i gjetë!